Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka deklaruar se ruan marrëdhënie shumë të mira personale me kryeministrin në detyrë të Kosovës Albin Kurti, ndonse mes tyre ekzistojnë dallime në qëndrim sa i përket disa çështjeve shtetërore. Në një intervistë për Deutsche Welle, Rama tha se raportet personale me Kurtin janë miqësore, por theksoi se dallimet institucionale janë të pashmangshme dhe shprehen hapur. Unë me Albinin kam një marrëdhënie shumë miqësore në aspektin personal, por kemi dallime të pashmangshme në këndvështrime. Këto dallime i ndajmë në një mënyrë të hapur dhe të drejtë për drejtë. Megjithatë, në bashkëpunimin ndërshtetëror me Kosovën, ne kemi bërë përparim të dukshëm dhe po punojmë për projekte madhore, si e Kurudha, Durrës, Prishtinë, tha Rama. Kreu i qeverisë shqiptare ju përgjigj edhe kritikave për afrimin e tij me Serbinë, duke thënë se e kupton ndjeshmërinë që ekziston në Prishtinë për shkak të historisë së dhimbshme të luftës. I mirë kuptoj të gjitha etiketimet që më vijnë, sepse burojnë nga kujtime shumë të freskëta dhe tragjike të popullit të Kosovës. Nuk i marr me të keq sepse jam mësuar me këtë. Unë punoj për të vërtetën dhe për njerëzit që më besojnë, jo për të kënaqur këdo, theksoi ai. Sa i përket dialogut Kosovë-Serbi, Rama përsëriti qëndrimin e tij se Kosova duhet të përmbushë të gjitha obligimet e marra përsipër dhe më pas të kërkojë BE-s dhe vendeve të tjera që të ushtrojnë presion ndaj Beogradit. Sipas meje, Kosova duhet të përmbushë në mënyrë të njëanshme të gjitha detyrimet që dalin nga dialogu dhe t'ia lërë topin Serbisë. Pastaj të thot vendeve të Europës, ne i kemi bërë detyrat tona, tani është rradha e Serbisë. Duhet të shkëputet plotësisht nga ideja e varësisë ndaj Serbisë dhe të ecë përpara si shtet sovran, u shpreh Rama.